Kjo është absurde, është absurditet që s'ka ndodhur, sepse përgjegjësinë për sigurimin e votave kanë lëvizja vetëvendosje dhe e kemi edhe në verdiktet e gjykatës kushtetuese që këshillon që të kenë koalicione, të bëjnë marrëveshje edhe për zgjedhjen e kërparlamentarët, por edhe për formimin e qeverisë. A keni marrë ftesën për seancën e së dielës në ora 10? A keni ftesën edhe si grup parlamentar? E kemi marrë ftesën, do i përgjigjemi ftesës, do t'jemi në seancën atë ditë në sallën e plenare dhe do të presim se çfarë do të ndodhë. Pra, po pritni, nuk e dini çfarë do të ndodhë. Jo, siç e shihni edhe vetë, këta kanë thonë i kanë vota, disa deputet në intervista kanë thonë që janë votat, ne nuk i dim për shkak se nuk është kërkuar të bëhet në një marrëveshje politike, po këta sigurisht kanë thonë ka deputet të caktuar që do i votojnë, domethënë këto 2 ditë janë gjeti jashtrigave për të koketuar ndë një deputet që është shumë lojal ndaj partisë politike në mënyrë që të sigurojnë 61 vota, se paraprakisht kur është thirrë seanca dhe që thirret seanca për votimin e qeverisë, për prezantimin e programit qeverisës, për prezantimin e kabinetit qeveritor, është dashur ta dim, a i ka kjo qeveri, a i kanë këta njerëz 61 vota që është shumica e thjeshtë për votimin e qeverisë. A mendoni që i ka vetëvendosja 61 vota për ta votuar, për ta krijuar qeverinë Kurti 3? Me atë sa kemi dëgjuar, me atë sa kemi parë, nuk po shohim që i ka. Dhe a ka pas në ndonjë fazë të caktuar të krejti ngërçi politike dhe në fillimin ose rrjedhjen e afatit 15 ditësh, qoftë negocime me krerë të partisë, qoftë me individ të caktuar brenda AK-s për bashkëpunim, partneritet qeverisës me vetëvendosjen? Ne si Aleancë kemi qenë të qartë që është për përfundimit të zgjedhjeve nacionale. Kemi thonë që nuk do të bëhemi pjesë e qeverisë Kurti dhe në asnjë formë nuk do të jemi pjesë e kësaj qeverie, për shkak të situatave të krijuara, për shkak të performancës së keqe, për shkak të sanksioneve, për shkak të rritjes së çmimit të energjisë elektrike, për shkak të aferave korruptive. Ne kemi thonë që do të bëhemi pjesë e kësaj qeverie dhe ne e kemi thonë qartë edhe saktë se preferojmë një qeveri të ndërtuar dhe të formuar nga ish-partitë opozitare. Këto kanë qenë qëndrime të sakta të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe në bazë kësaj ne i qëndrojmë këtyre deklaratave dhe këtyre parimeve. Kur e thatë që ekziston kjo periudha si që cilësuat gjuetia e shtrigave, a do të thotë që akterët vetëvendosjes kanë tentuar të kontaktojnë me deputet të caktuar brenda